Po, da. Dhe më thonë, a i ka orë të familja ju, sepse aty ka qenë shtabi ju që këza, po? Malishev. Po, do me thonë... Ka orë Kadri Veseli, ka orë Azem Sylla, gjithë ta. Edhe na dhe familja jam e gjërë, edhe në gusht që e ka dhe dëshmorin e parë të rënë një profil të Mitsokolit, Bacini Merë që ka ro me 15 qershor 1998, është dëshmori parë në onën e Malishevës, edhe djali Gjagjaj që vrarë në luftën e Maqedonijës, bashkëmoshatarja Mila Binoti, edhe dy shok tjerë Elmi Hoti edhe Visar Krasniqi, pra na edhe si familje ma e gjanshë me lidhjet ngushta, se UÇK-ja si bërtham është dosh më organizu me njerët besushëm. Pra, nuk, është se që di kur kur flasë, më ka bo vajza 18 vjetë, por kur flasë edhe me të ri, nuk e kuptojnë se qysh ka qenë vitet 90-ta deri 98-ta. Unë e dishta më nëllë të presidenti Hashim Thaçi. Po thamë që edhe na si familje s'kemi dhonë kur gjë ma shumë këti veni se sa që është dosh me dhonë. Pra, se cilin nëse punojmë për familjen tonë. Po, është e vërtet që edhe presidenti Hashimi, Kadreu, Azem Sylla, Recep Selimi, Lavdi Pashin, tashtë Bekim Berisha Abeja, dëshmori kombit Hakim Qela, ishë komandanti shtabit përgjithshëm, dhe me thonë kanë rroktu, kanë orë për mes familjes sonë, kanë kalu për mes familjes sonë, kuptimin që kemi qenë pak ma mirë të majtën si A ki paragjykimin falë që për ndërpes Dardan për presidentin Hashim Thaçi, sepse shpesh herë vënuj në paragjykimi apo në provë rolin e tij për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dikush thotë s'ka luftu, s'e kanë kur shtab, s'e kanë kështu, nuk e mbrojmë pse është në Hagë, domethënë sulmojnë edhe atje kur po bëhet padrejtisht. Po me dhimbje prap po e tha me nisi obligim kështu me thonë terreni jonë politike shoqëror është i kontaminuar. Pra në kena një teren që se cili pa e mërty fjallën gjuhët kështu. Malisheva edhe si pjesë e rapsodijës të madhe, është vendindja në Xhmije Pagarushës, është vendindja Sale e Ferez Krasniqit, është vendindja Beve të Sefës, pra ne jemi rrit me ode, jemi rrit me folklorin e rapsodijin. Na përdorim një fjallë atje thojmë njërin kurse një as mos fol mirë, as mos fol keq. Se nëse ty fol për dikan që se një, e te një me nërmë dëmantën. Pra edhe na kur flasim për periudhën e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk i kemi i kësaj na me fol për njerëz për cilët nuk i nje. Tani edhe jemi pak shpirtngusht na shqiptarët të dheqim nga ego, situata politike mas lufte, kraj politik, o rështu dikush andej, dikush nej, dikush kryej subjekt politik, edhe dëshiron të nxjerrë të vetën ma patriotët e tjetri. Roli gjithë këtyne që janë atje, që unë i kam ju personalisht, ju kam shërby personalisht, kam marrë pjesë në për disa aksione personalisht, për shembull me 27 korrik u thy Malisheva, u thy Gry Kallapushnikit, edhe Malisheva si zonë e parë e lirë, u desht me marrë vendim për shkak që i kishëm mbi 70.000 qytetarë të Ravecit, për shkak betejave atje që ishin strehur në Malishevë. Edhe ne kemi qenë në kryqëzimin e Malishevës aty, kur ka qenë edhe Zoti Thaçi, kanë qenë edhe personalitete të tjerë, dhe morë vendim me pra ka qenë pjesë e luftës? Jo pjesë e luftës, ka qenë pjesa ma levdishme e organizimit të luftës çlirimtare, ka qenë një njeri që edhe në komunikim, edhe unë kam pas rastin me dëgju edhe në komunikim me diplomat të huaj, ka qenë një njeri shumë i matën që gjithmonë ka përçu mesazh bashkimi, ka arsyetu sepse ne jemi detyruar me hinë në luftë, ka përçu shkallësi të mira organizative të mobilizimit të radhë të UÇK-s edhe kështu një këta në luftë. Pas do me thonë në përfshirën tyne në politikë, në asnjë veprim nuk jam pajtu me këta. O ka në vështirë me nda për shokëve të luftës politikë, po nesët shumë të këqija kemi pikërisht për kësaj politike. Po, për notit edhe për mërzijës, tonë shpesherë thullën a për biseda kështu private që du më ndërpej që kisha shit tukë me di që e nëzire Hashim Thaçin prej Hagës. Pro në kam thonë edhe thamë edhe për mes së studje 6 arit tukë i kam krejt të pasonijës që më kalon baba, absolutisht nuk e menaj dy herë, edhe nuk e kisha kursy vete në asnjë moment çka do të qofë për gjykatën speciale. Është kanceri më i madh që na ka ndodhur, është betejë
edhe lufta ma madhe që duhet me fitu. Pra në Kosova edhe ne si brez, qoftë politik, qoftë qytetar, nuk kemi as perspektiv pa i zgjedh dy betejë. Një me gjykatën speciale që është raciste pa drejt, ku dënohen vetë shqiptarët, llogarit sa dhunime për dhunimi ka ndodhur në këtë vend. Edhe do me thonë është betejë me gjykatën speciale, është betejë me dialogun final me Serbia. Po këto dy betejë është dashme na gjetë mobilizuar. Ajo është e vërteta që kanë thonë, pra jo veçon, po secili se nuk dënohet tash më thashë. Ne kur dalim jashtë kufive të Kosovës, kërkush nuk na nje a je me këtë subjekt politik ose me ata. Pra ti përfaqësohesh si shqiptar i Kosovës. Por nuk dënohet as Hashimi, as Rexhepi, ata mas pak ti dënohen. Dënohet sakrifica popullit tonë për liri dhe për çlirim. Që edhe këtu në studio, edhe Bendi këtu, edhe këngëtari i nderuar, domethënë kanë, nëse ju nuk janë prek direkt, e ka një lidhje që ka dhënë gjithçka për këtë vend. Domethënë kjo dënohet. Edhe kjo është shënjestra. Se ka Serbia, Hashimin edhe gjithë këta, të përfshin edhe mu me atë moshën që kem pas, është një libër Bjella Knjižica, s'di që shitojnë serbisht, që jena krejt të dënuar prej pushtetit Serbisë. Është prindi jam, gjagja jenë krejt. Domethënë Serbia na ka dënuar për këto. Pra, nuk është shënjesa me dënu Hashimin, është shënjesa me dënu luftën e lavdishme të Shtetit Qendror të Kosovës, që është projekti më madhor që ka ndodhur, edhe me dënu sakrificën e popullit shqiptar. Deshta me dalë se ti aktivisti vetëvendues shkurt se kem shumë musafir sonte, kem shumë surpriza për ty. Ti aktivisti vetëvendues edhe nuk e dia pajtuesh me qëndrimet e kryeministit Albin Kurti që nuk ka hezitu me i sulmu ata që janë hog. Kështu traditën e shqiptarët njihet që njeriu kur do është pak më i dopt, na nuk e kemi zakon edhe traditë me sulmu. Jo, nuk pajtohem këtu. Ndërsa paktën si ka mbrojtur, Dardana nuk e ka vizitu. Kryeministi Kurti si kryeministër detyrimisht se ka përgjegjësinë së kushtetuese ligjore, dalën nga sovrani për me çu këtë vend përpara, edhe për mos me kriju pajtohemi krejt këtë pikë. Absolutisht. Ne në rrugtimin tonë politik, edhe për shembull nuk ka pas nuk du me lëndu ndjenjën në kërkona mirë, po a besoni pe tham këtu para publikut, unë kam qenë me një qajtor aty, edhe në Malishev ka qenë shumë e zërsh me sakrificë e madhe me qenë aktivisti vetëvenduesi, se Malisheva ka qenë, si me thonë, tereni politik i ngritje se cilit komandant të QK-s. Malisheva zona lirë, shtabi përgjithshëm, Radio Kosova lirë, zyra e William Vokeri, dhe me thonë, këtë rrugtimet e në bënë e Malishev. Edhe se cili për këtyne personaliteteve të luftës, e që janë kysh në politikë mas luftës, kanë rrugtu në për Malishev. Pra, prej Hashimit, Kadriot, Ramushit, Fatmir Limës. Dalmi të këpytja direkt. Po du me thonë që o konë fështirë më marë, edhe kam qenë atë qajtore, edhe unë isha me vllaun që jam binak, edhe ajo është bashkëluftetar, ne kemi konë këtë familja në luft, edhe ishi shumë shokët e tonë, se si rrinin shuplaka kur ka le gjykata speciale. Shokët tonë të luftës. Dhe më thonë nuk e kuptoni çfarë dami i bënin. A vesëm vike me qajt, a një të kuptu që çfarë dami i bëjnë të QK-s. Dhe më thonë,